Gjatë fjalës së tij në foltoren e mbajtur përpara kryeministrisë, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se qytetarët janë duke pritur me padurim 24 janarin, ditën e protestës kombëtare kundër sipas tij narkoshtetit. Mirënjohjen më të thellë për praninë tuaj në këtë protestë, e cila dëshmon vullnetin ton, dëshmon qëndresën ton, vendimin ton, për të përballë me këtë narkoqeveri, me këtë bandë organizat kriminale, armike e betur e Shqipërisë dhe shqiptarëve, për të përballë gjerë në largimin përflimtar nga skena të këtij regjimi, i cili ka shpërftyruar dhe po shpërftyron çdo ditë më shumë Shqipërinë dhe shqiptarët. Të dashur miq, kjo protestë e kësaj jave ka një rëndësi të veçantë, sepse kjo javë është përcaktuese për 24 janarin, protestën më të fuqishme që ka njohur Tirana ndonjëherë. Zemrimin më të fuqishëm të shqiptarëve, guximin e tyre më të madh. Po ashtu Berisha shtoi se mbar bota po pret fjalën dhe veprimin e qytetarëve në protestë, ashtu sikurse sipas tij protesta e dhjetorit ushtroi fuqishëm në mbar botën. Berisha tha se në 24 janar sheshet dhe rrugët e kryeqytetit do të shndërrohen në tmerrin e regjimit në triumfin e lirisë dhe triumfin e qytetarëve.